Përshëndetje të dashur miq, ky është transmetimi 3x3 nga ferma organike blegtorare e Baridore. Le të shohim çfarë ka brenda. Fara të bardha lotusi. Ky është produkti im, rivendosja e lidhjes midis njeriut dhe tokës. Qianglu, këto janë orizoret e fermës suaj? Po, këto. Edhe një pjesë e madhe prapa. I përkasin fermës son. Mbjellim kryesisht oriz, fara lotusi, kalam sheqeri dhe disa fruta. Sa kohë që je kthyer në vendrindje? 5 vjet. Sa ishte sipërfaqja e fermës suaj në fillim? Në fillim 50 mu, më vonë 230 dhe tashti mbi 300 mu. Në 5 vjet, nga 50 në 300 mu. Po. Që nga i suksesshëm. Po, dhe gjithnjë e më shumë fshatar po na mbështesin. Pse ka kaq shumë ballara këtu? Këto ballara janë të domosdoshme për bujqësinë organike, sepse mundarojnë në lagështinë dhe ujë ta bëjnë më të shëndetshëm. Balarat ofrojnë edhe shtreh për insektet të dobishme. Kur orizoret të sulmohen nga insektet e dëmshme, armiqtë e tyre që gjenden pranë në balara i zhdukin. Arat të fermës son prej 300 mu janë një ekosferë e vogël, kur në tërë 600 mu toka të fshatit ton do të bunohet në mënyrë organike, ato do të formojnë një ekosferë më të madhe. Nëse edhe fshatrat të tjera përreth do të ndryshojnë në mënyrën e prodhimit, ekosfera jonë do të zgjerohet më tej dhe mjedisi ekologjik këtu do të bëhet gjithnjë e më i mirë. Si rrjedhim, edhe rendimenti i tokës do të ngrihet më tej. Kur vendose të ktheheshe për të ngritur fermën tënde? Më 2019. Në atë kohë, sa vjet kishte që punoje në fermën Darja e Korjeve në Pekin? Kisha 4 vjet punë, kishim krijuar një grup të vogël të qëndrueshëm. Formuam një platformë për shitjen e ushqimeve në internet dhe xhiroja arrinte në 10 milion yuan në vit. Sa më shumë kontakte me bujqësinë organike, aq më shumë kënaqësi kisha nga toka dhe aq më shumë doja të kthehesha në vendlindje. Në atë kohë mendoja se ndoshta do të punoja jashtë 10 apo 20 vjet dhe do të kthehesha patjetër në vendlindje. Pse të mos kthehesha sa më parë që fshati im të bëhej më i mirë? Gjuhy je në shtëpi sot. Nga vjen besimi yt për zhvillimin e fshatit? Patjetër nga kushtet natyrore shumë të mira. Kam lindur dhe kam kaluar fëmijërinë këtu. Kam dashuri të thellë për këtë fshat. Besimin e gjeta edhe nga ferma Pekinit. Në fundit, mësuesa ime pronarja e saj ferme Shiyan kishte studiuar për postdoktoratur në Universitetin Tsinghua, ndërsa profesori i saj është eksperti i famshëm i çështjeve të bujqësisë, të fshatit dhe të fermerëve të Kinës Wen Tiejun, që ka punuar shumë në fshat. Vizitova edhe shumë vende të tjera si Indin, vendet europiane ai të tjerë për të njohur gjendjen reale të prodhimit bujqësor. Duke parë edhe botën e jashtme, prandaj ke më shumë besim te vendrindja? Po, kam shumë besim. Megjithatë, tani ka ende disnivel midis vendlindjes ideale dhe asaj reale. Si është vendlindja ideale sipas teje? Në rast të parë janë njerëzit. Më rëndësishmja është që të rinj të duan të kthehen. Pastaj duhet të ketë trashëgimi kulturore, mjedis të mirë ekologjik, si edhe një industri të shëndetshme, një industri ekologjike për të formuar një fshat ekologjik vetëm ndërmjet prodhimit organik. Kështu, tokat do të bëhen më të shëndetshme, lumenjt do të bëhen më të pastër dhe gjithnjë e më shumë njerëz do të dëshirojnë të kthehen dhe të jetojnë në fshat. Me më shumë njerëz, mjedis më të mirë e industri më të zhvilluar, fshati ynë do të bëhet natyrisht më ideal.
Falë burimeve të mia në Pekin, produktet tona mund të shiten në një platformë të konsoliduar e kështu më shumë konsumator mund të shijojnë produktet e fshatit tonë. Pse dëshironi të bashkëpunoni me fermën e Jianglus? Kam marrë vesh për shumë raste të këthimi në fshat për menaxhimin e fermave. Bashkë që edhe kjo fermë e di shkon mirë, prandaj menduam ta provojmë. Çfarë keni mbill? Paralotusi dhe oriz. Por orizin tani e mbillni në mënyrë të ndryshme nga në të kaluarën. Po krejtësisht të ndryshme. Tani përdorim prehra organike dhe nuk mund të përdorim kimikate për zhduken e tëndusve. Insektet në lotus duhet I kapi me dorë një nga një. Është shumë e lodhshme. Harxoj më shumë kohë. Si mendoni, ja vlen harxhimi I kohës? Nga aspektet e rendimentit dhe të ardhurave, mund të bëjmë më krahasim me gjendje më parshme. Sa kohë planifikoni ta provoni këtë? Të paktën 3 vjet. S'ka mundësi shumë shpejt. Asnjë punë nuk mund të arrijë sukses me një herë. Në fakt, gjatë këtyre vjetëve pas kthimit, pati fatkeqësitë natyrore që I prishin të gjitha bimët. Në fillim kisha vetëm një shtëpi me qerpiç, një karos me 3 rrota dhe një traktor lëvrimi, laredivisht të madh. Gjysma e tokave që marr me kontratë janë bogërima malore që nuk u interesojnë të tjerëve. Duket shumë e vështirë kur e mendoj sot. Këdo ishin pokërima në të kaluarën? Po, kjo shtëpi ishte shumë e vjetër dhe e rënuar e duke I sikur të shembej. E rregulluan dall nga dall, megjithse nuk është e përsosur, ajo ka ndryshuar në drejtimin që shpresojmë. Në cilin drejtim? Të jetës paritore që ndrojmë. Nga pokërima në tokë paritore. Po, kështu do të jetojmë mirë në fshat. Isha I shqetësuar kur jetoja në qytet, ndërsa kur u ktheva në fshat, nuk kam shumë lakmi dhe më pëlqen shumë një jetë e tillë. Por të tjerë të thoshin se nuk mbi jetonte dot në qytet dhe u kthye për të punuar tokën. Ata mendonin se qëndrimi ynë këtu ishte si një lojë. Vetëm 1 ose 2 vjet dhe do të largoheshin përsëri. Por ne ngurëm këmbë të qëndrojmë këtu. Asnjëri nuk sot më ato gjëra tani. Ata na besojnë. Unë të përkrah ta provosh sipërmarrjen, të veprosh me guxim, po nuk pate para, të jap unë. Në fakt, nëse ti ke besim që të veprosh, nuk mund të pengojmë. Pra, Jianglu është I lumtur që gjeti mbështetje nga babai dhe mamaja. E përkrah me të gjitha forcat. Krahas mbështetjes, mendoj që I keni dhënë atij një gjë tjetër të çmuar, që është karakteri punëtor. Kur e intervistova në fermën e Pekinit, Jianglu tha se kur ishte fëmijë, familjet e tjera merrnin zakonisht 10 mu tokë me kontratë, kurse familja juaj 80 mu. Vetëm ju të 2. Aso kohë ishte vështirë. Ne morëm fitime dhe ndërtuam këtë shtëpi kur Jianglu vetëm 10 vjeç. Në vitin 2005 shkuam në Pekin dhe hapëm një dyqan makaronash. Kur I mbiri ishte 20 vjeç, isha në gjendje ti bleja një apartament në qytet për martesë. Në fillim, kur Jianglu sapo kishte nisur punë në fermën ndarje e korive, ai bënte makarona. Pastaj u mor me punët në tokë dhe më vonë me hallkat e shitjes dhe të shpërndarjes. Ai ka provuar të gjitha hallkat. Po, të gjitha hallkat.
Ai më tha se shpërndarja kërkon të punosh natën, ndërsa puna në tokë fillon në mëngjes. Kështu, ai bindej I fundit së për të fjetur dhe ngrihej I pari. Po, kështu punon edhe tani ai, kur shkon në fermën e Pekinit. Të gjitha punët nisin me vështirësi, që është e vërtet, por po të kesh besim dhe këmbgulje, çdo vështirësi ka përcehet. Babai im ishte marrë me punë butësie që në rini dhe shpresonte shumë që të fitonte mjaft para për të më larguar nga fshati. Por ëndra ime është të kthehem në vendlindje. Nga ky këndvështrim e falenderoj shumë babin tim që më udhëheq në jetë dhe më duron kur veproj ashtu si mendoj vetë. Kthimi I tokave tona në një mjedis më të shëndetshëm është detyrë e brezit tonë. Shpresoj që edhe fëmijët e mi do të rriten në fshat, ku janë të gjitha kushtet për edukimin e një fëmije. Forca krijuese natyrore, gjallëria bimëve, kureshtja, imagjinata, aftësia vështimit dhe gjurmimit. Të gjitha këto aftësi mund të kultivohen në fshat. Kur folëm për edukimin natyror, ai duhet të kthehet në një mjedis natyror. Ky është mjedisi I fshatit, ku ka tokë, natyrë dhe fëqenjësi harmonike, një gjendje ideale. 然后又有邻里关系，又是大家和和睦睦的一个很理想的状态。